A ndalon Islami muzikën, artin dhe kulturën në përgjithësi? Islami është fe që brenda vetes ka rregulla, të cilat rregulla të gjitha pa përjashtim synojnë që të jenë në shërbim të njeriut, që ai këtë mirëqenie, këtë rahati. Mësimet e Islamit janë shndruar pastaj në kulturë. Arti gjithsesi ka vend në Islam. E tani disa pjesë që sot janë dominante ose manifestohet arti vetëm nëpërmes tyre janë diskutabile në rregullat e Islamit. Mirë po, ne duam t'i themi njeriut, pa marrë parasysh do e pranojmë një pjesë të artit apo do e kundërshtojmë. Për shembull, te pikturat. Njëra prej asaj që zihet se është bazë e artit është akti. Ajo që thuhet pikturimi i një personi të zhveshur lakuriq. Te na në Islam një gjë të tillë është ndaluar. Pse? Sepse prej parimeve bazë të Islamit është mbulimi i trupit dhe mos shfaqja e bukurive që t'i ka dhënë Zoti te mashkullit dhe te femra. Dhe për këtë arsye, ti nëse merresh me pikturë dhe vizaton, do vizatosh çdo gjë. Mirë po, do ndalesh nga vizatimi i njerëzve të zhveshur lakuriq, megjithëse gjithë ne e dimë se testimi më i madh i njeriut në fushën e pikturave bëhet tek çështja e aktit pikturimit të njeriut të zhveshur, mashkull qoftë apo femër. Dhe për këtë arsye, do thotë, kur kemi parasysh se Islami është një tërësi e rregullave dhe dispozitave, dhe ato synojnë që të mbrohet turpi, që është vlerë më e madhe se sa aftësia artistike e një individit, atëherë na japim përparësi asaj që ndihmon të ruajmë vlerat morale tonat dhe pastaj të shfrytëzojmë potencialet e njerëzve, afinitetet që kanë, aftësitë e ndryshme që e Zoti t'i shfrytëzojnë duke mos ra ndesh me rregullat e fesë. Po gjithsesi, ti bën çka dush. Islami jep rëndësi besimit në Zot dhe kryerjes së obligimeve ndaj Zotit. Kur të mbushet zemra jote me besim, e mendja jote me fakte dhe argumente, ti pastaj vetiu do i nështrohesh të gjitha udhëzimeve të Zotit dhe rekomandimeve që vijnë nga i dërguari i Tij, dhe jetën tënde do ta sistemosh brenda këtyre kornizave, rregullave dhe dispozitave. Dhe nuk do kesh problem pastaj të përcaktosh brenda kulturës, artit, muzikës, atë që është e dobishme, atë që është e saktë, atë që është e lejuar për asaj që është e dëmshme, është e gabuar edhe është e ndaluar. Kështu që kjo pyetje është tentativ për ta nxjerrë Islamin sikurse jo kompatibil me të arriturat bashkëkohore, ku arti, kultura, muzika janë pjesë përbërëse e jetës së njeriut. Ne i themi, po, është e vërtetë se sot gjithë rinia mundohet të manifeston aftësitë e veta nëpërmes muzikës, pak prej tyre merren me art, edhe më pak me kulturë. Mirë po, i themi na, nëse duam të kemi rini e cila ka shije të rafinuar, edhe ka një pozitë shumë të lartë të kritikës intelektuale, artistike, i themi na, zhvilloje mendjen, i themi na, logjiko, i themi na, lezo argumentet e Zotit në librin e Tij, edhe argumentet e Zotit në gjithësi. Kur ti ta zhvillosh mendjen tënde, të kesh një gradë të lartë intelektuale, ti pastaj do e kuptosh shumë mirë thellësinë e këtyre mesazheve fetare dhe hyjnore dhe do e dish se çka prej kulturës duhet të marrim e çka duhet ta praktisim, çka prej artit duhet të marrim e çka duhet ta kundërshtojmë dhe çka prej muzikës na bën dobi dhe çka është e dëmshme.